Unë billah, nderuar vëllezër, nderuar besimtar, s'ka dyshim se çdo njeri në jetën e tij dëshiron edhe kërkon prej Allahut të lartësuar disa gjëra të cilat janë jetike të domosdoshme, gjëra të cilat e ndihmojnë, e lartësojnë në këtë botë, por edhe e shpëtojnë dhe e shpërblejnë tek Allahu i lartësuar në botën tjetër. Ndodh që kur ne trajtojmë apo diskutojmë çështjen e mirësive të Zotit të lartësuar karshinesh, ndodh që natyrshëm kufizohemi në disa gjëra materiale dhe kalon pa vlerësuar disa gjëra të tjera të cilat janë një thesar i vërtet, që lum kush i ka dhe kush i përjeton. Dhe ne do ndajmë bashkarisht me ndihmën e Allahut të lartësuar shkurtimisht një prej këtyre thesareve. Një prej këtyre thesareve që kush e ka, kujt ia ka dhënë Zoti i gjithësisë, është duke përjetuar me të vërtet diçka shumë të madhe. Që lutim Allahun lartësuar të na bëjë risk që të gjithëve ne. Dhe dini se cila është të qenurit i pranueshëm mes njerëzve. Të dojnë njerëzit, të duan njerëzit. Ti je një njeri i pranueshëm, i dashur në mesin e njerëzve. Prania tënde u ashton akoma më shumë kënaqësinë, lezetin atyre. Mungesa tënde është një shqetësim për ta. Dhe automatikisht interesohen. Krijon një boshllëk në momentin që ti mungon. Nëse ndodh pastaj ajo që ka caktuar Zoti i lartësuar dhe është e pashmangshme për të gjithë, kalimi në botën tjetër, ndron jetë, ky boshllëk në mesin e këtyre njerëzve që ti ke jetuar me ta, shtohet akoma më shumë dhe bëhet akoma më i madh. Mirë po vazhdojnë këta njerëz dhe të kujtojnë dhe me lutje të përkujtojnë, me lutje duke lutur Allahun e lartësuar. Kjo është diçka që dikush prej njerëzve nuk e vlerëson. Madje dikush prej njerëzve abuzon shumë me këtë gjë. Dhe thot, mua nuk më intereson njerëzit. Mua nuk më intereson njerëzit. Dhe dikush abuzon edhe me një parim i cili deri diku është korrekt. Mua më intereson, thot, kënaqësia e Allahut. Kënaqësia e Allahut. Allahu mjafton të jetë i kënaqur me mua. Nëse pastaj gjithë njerëzit nuk më duan, mua kjo nuk më intereson. Themi pjesërisht është korrekte. Cila është pjesa që është korrekte? Deri në momenti kur thua mua më intereson shumë kënaqësia e Allahut. Dua që Allahu të jetë i kënaqur me mua. Mirë po, ajo gjë që duhet të plotësojmë dhe të kuptojmë është ndodh një ndryshim i madh në ligjet e Zotit dhe në univers nëse të do Allahu. Nëse të do Allahu, nëse ti bëhesh i dashur tek Allahu i lartësuar, Allahu jep urdhër dhe bëhet një ndryshim gjigant, madhështor në univers. Fillojnë dhe lëvizin me lajket, fillojnë dhe tronditen dhe ndryshojnë zemrat e njerëzve në momentin që të do Allahu i lartësuar. Dhe çfarë e vërteton diçka të tillë? E vërteton hadithi madhështor ku profeti alayhis salam thot, kur Allahu i lartësuar e do dikë prej njerëzve, nada Gjibril, thret me të shpejt Gjibrili, meleku, gjigant, madhështor, fisnik, ai i cili ishte i angazhuar prej Allahut të lartësuar të vinte me shpallje në tokë, zbriste prej lartësive të qiejve, merrte shpalljen dritën hyjnore prej Allahut të lartësuar dhe ja komunikonte zemrës së të dërguarit të Zotit të lartësuar Muhammedit alayhis salam. Këtë Gjibril, gjigant, madhështor, fisnik e ka parë profeti i Zotit 2 herë në pamjen e tij origjinale dhe çfarë të shikonte? Krijimin e Allahut madhështor. Nada Gjibril, e thret Allahu i lartësuar Gjibrilin. Kur ndodh kjo gjë? Në momentin që dikush arrit të bëhet i dashur tek Allahu i lartësuar. Tani, ju lutem se kam të nevojshme që ta ndërpres. Mos bllokoni hyrjen aty. Ka vende, bëni pak më përpara mundësisht. Edhe këtu plotësoni këtu. Aq më tepër që sot është ditë shiu. Mos aty tek dera mos krijoni përshtypjen që s'ka vend brenda xhamit. Të gjithë mundësisht lëvizni. Allahu shpëleft. Kur t'ju thuhet tafassahu, fafsahu yafsahillahu lakum. Dhe nëse ndodh që ju thuhet thot Allahu i lartësuar, krijoni hapësirë, krijoni vend, sepse ka të tjerë që janë në këmbë ose janë në gusht apo janë në shi, fafsahu. Krijojeni këtë hapësirë edhe nëse vetë shtrëngoheni. Yafsahillahu lakum.
Allahu do t'ju krijojë shumë hapësira, shumë mundësi dhe shumë lehtësime në jetën tuaj. Që lutim Allahu lartësoj që jeta jonë të jetë plot me hapësira dhe me mundësi të shumta. Në momentin që ky njeri arriti këtë gradë të lartë ta dojë Allahu i lartësuar, atëherë vjen Xhibrili. Dhe Allahu i lartësuar i komunikon dhe i thot Xhibril, o Xhibril, unë dua filanin. Pa gjinoni pak çfarë diskutimi, çfarë komunikimi, çfarë gjë ndodh ku në lartësinë e qiejve. Lartësinë e qiejve, që do thot komunikim mes krijuesit dhe krijesës, një prej krijesave më fisnike. Dhe dini pse? Sepse një prej robëve të Allahut lartësuar, prej njerëzve të thjeshtë që lutim Allahun lartësuar, qofshim ne që të gjithë, ka arritur me punën e tij, me veprën e tij, një gradë që Allahu lartësuar i komunikon këtë gjë kaq madhështore. Unë dua filanin. Duaj edhe ti. Në moment, në çast, Xhibrili e do këtë njeri. Pastaj çfarë ndodh? Lajmëron Xhibrili me urdhër të Allahut lartësuar të gjithë me lajket që numrin e tyre nuk e di askush përveç Allahut lartësuar. Allahu e do filanin, duajeni dhe ju. E dini sa është numri me lajkeve? Dini se kush janë me lajket, rolin e tyre, madhështinë e tyre, numrin e tyre, aqtati as-sama wa huqqa laha an tait. Rënkoi një ditë qielli dhe i takon të rënkoj si një kafshë kur e ngarkon përtej mundësisë së saj, lëshon një zë, një rënkim. Edhe qielli një moment rënkoj, thot profeti alayhis salam, dhe i takon të rënkoj, ta lëshoj këtë zë. Pse? Sepse nuk ka ndonjë hapësirë, ndonjë vend, një pëllëm apo në një transmetim 4 gisht, veçse në të gjendet një melek, o në këmbë, në ruku, në sejdë, duke madhëruar Allahun lartësuar. Numrin e melajkeve nuk e di askush përveç Allahut lartësuar. Të gjitha melajke pa përjashtim, pavarësisht madhësisë së tyre, funksionit të tyre, vendit ku ka caktuar Allahu lartësuar dhe rolit që janë, e duan filanin, e duan këtë njeri. Por ky proces a përfundon vetëm këtu? Jo, nuk përfundon vetëm këtu. Pastaj thot profeti alayhis salam, i vendoset, i caktohet, i vulloset el-qabulu fil ardh. Të qenurit i dashur, i pranuar mes njerëzve. Të qenurit i pranuar, i dashur mes njerëzve. Dhe do të shofësh, siç thot dikush prej njerëzve të mëdhenj, nuk ka ndodhur që ndonjëherë të drejtoj shpirtin e tij, zemrën e tij, veten e tij drejt Allahut, vetëse Allah nuk pranon, vetëm se që zemrat e robëve të drejtohen drejt tij me dashuri, me respekt, me vlerësim. Pra sa herë që ndodh që dikush prej njerëzve të drejtoj shpirtin, zemrën, qenien e tij, gatishmërinë drejt Allahut lartësuar për Zotin e gjithësisë, pra për të qenë një besimtar i mirë, çfarë ndodh? Allahu lartësuar jep urdhër që zemrat e njerëzve të mirë të drejtohen drejt këtij njeriu. Me vlerësim, me dashuri, me respekt, me gatishmëri dhe me gjithçka tjetër. Dhe ne dim shumë mirë që nuk do të gjë tjetër në rrezullin toksor, veçse zbatimi i urdhrave të Allahut lartësuar. Jep një urdhër Zoti i gjithësisë dhe zemrat nënshtrohen dhe zemrat e zbatojnë atë. Mirë, po ka një kategori njerëzish që mos pritë të duan. Madje nuk është çudi që sa më shumë të avancosh drejt Allahut lartësuar, nuk është çudi që kjo kategori njerëzish të mos pëlqejnë, dhe të kur mos kënaqen me ty. Dhe wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin. Sepse ligji i Zotit është që në çdo kohë, në çdo moment, për secilin prej profetëve ka patur armiq prej zullumqarëve. Ka patur armiq prej zullumqarëve. Që do thotë është një kategori njerëzish, po, zullumqarët. Njerëzit e këqij, është më se normale që mos të gjejnë, të zemrat e tyre mos të drejtojnë ka njerëzve të mirë, të vlerave, të besimit, të kontributit dhe kështu me radhë. Kjo gjë ndodhur të nderuar. Dhe këtu ne e kuptuam shumë bukur sekretin e të qenurit i dashur, plot me autoritet, i pranuar, i vlerësuar, i përmendur për mirë, me nder, me prestigj për mirë në mesin e njerëzve, që lutim Allahun lartësuar të na mundsojë diçka të tillë.
waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ibrahimi alayhis salam, njeriu i dytë më madhështor që ka krijuar Allahu pas profetit, pas Muhamedit alayhis salam. Prej duave, prej lutjeve që drejtonte shpesh Allahu të lartësuar ishte: o Allah, më mundëson mua që të përmendem me nder tek pasardhësit e mi. Të përmendem me nder për mirë tek pasardhësit e mi. Pra, në të jetoj mes njerëzve që më duan, më vlerësojnë, por të përmendem dhe me nder dhe për mirë tek pasardhësit e mi, po, edhe kjo gjë është dert për besimtarin. Është shumë e rëndësishme për besimtarin. Dhe së çudi që ne kemi përmendur dhe herë tjetër atë rastin dhe hadithin e mrekullueshëm ku një ditë profeti alayhis salam bashkë me besimtarët përcillni një xhenaze, një njeri që ishte ndruar jetë dhe tashmë ishte do kalonte në botën tjetër, dhe është më se normale që njerëzit përshpërisin. Dhe prej përshpërimave të tyre ishte sa njeri i mirë ka qenë, sa besimtar i mirë, sa njeri moralshëm. Përmendni kontributet e këtij njeriu, vlerat, virtytet, besimin, çfarë mbetet dhe instalohet në memorien dhe në zemrat e njerëzve. Profeti alayhis salam thot wajabet, është bërë obligim. Pastaj një moment tjetër kaloi një xhenazë tjetër, një person që do ta varrosnin, filluan njerëz dhe përshpërisnin. Sa njeri keq ka qenë, besimtar jo. Virtyte vështirë të gjejet e ky njeri, kontribut vështirë të gjejet e ky njeri, as për veten e tij, as për njerëzit, as për Zotin e tij. Profeti alayhis salam i dëgjoi dëshmitë e këtyre njerëzve dhe tha: "Wajabet", është bërë obligim. Kur përfunduan i thanë: "O i dërguari i Allahut, the diçka që nuk është e zakonshme, nuk e kishim dëgjuar herë tjetër. Çfarë është bërë obligim?" Tha pejgamberi alayhis salam: "Kur përcollet njeriu e parë, xhenazën e parë, ju të gjithë dëshmuat për të mirë. Atëherë dhe xheneti është bërë obligim për këtë njeri, sepse entum shuhadaullahi ala al-ardh, sepse ju jeni dëshmitarët e Allahut në tokë." Tek njeriu i dytë, xhenazja e dytë, filluat të folët keq. Përmendet gjithçka që ju kishit përjetuar prej këtij njeriu. Atëherë është bërë obligim zjarri për të, xhehenemi për të, Zot na ruaj, sepse ju jeni dëshmitarët e Allahut në tokë. Prandaj, të qenurit i pranuar mesin e njerëzve dhe i dashur prej tyre, plot me autoritet, me vlerësim dhe me respekt, nuk arrihet or të nderuar me lajka. Dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Nuk arrihet me lajka, të bësh lajka njerëzve, që do thot të mbulosh apo të mos bëj përshtypje, për shembull, e keqja e tyre, problematika e tyre, të zbukurosh dhe të hijeshosh të këqijat e tyre dhe kështu me radhë. Jo, nuk arrihet me lajka. Arrihet dhe kapet me dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është me një zemër të pastër, plot me sinqeritet dhe me përkushtim me Allahun e lartësuar. Ky është sekreti i parë. Dhe e dyta, të transmetosh mirësi në të gjitha format e saj karshi njerëzve. Që do thot njerëzit të presin diçka prej teje dhe të përfitojnë diçka prej teje. E para është të jesh në rregull me Zotin. Ky është sekreti dhe pjesa e parë shumë e rëndësishme. Dhe çfarë vërteton diçka të tillë? Prej fragmenteve të bukura është momenti kur një prej udhëheqësve të muslimanëve, Muawija radhiyallahu anhu, i dërgon një shkresë Aishës, bashortës së pejgamberit alayhis salam, pasi i dërguari i Allahut plotësuar kishte ndruar jetë. Dhe i thot: "Kam nevojë emergjente për të më dërguar një këshill, por të shkurtër mundësisht." Ato këshilla të cilat fiksohen dhe mbahen mend. I thot: "Emma ba'd", dhe po ta dërgoj unë këtë këshillë të shkurtër, ta dirë se ai i cili synon kënaqësinë e njerëzve duke zemëruar Allahun, do ta humbi kënaqësinë e Allahut, do ta humbi dhe kënaqësinë e njerëzve. Dhe ai i cili synon kënaqësinë e Zotit, të kënaqë Allahun, edhe nëse dikush prej njerëzve zemërohet për faktin se ky njeri është në rrugë të Zotit, ky njeri do ta fitojë kënaqësinë e Allahut, pastaj do ta fitojë dhe kënaqësinë e njerëzve. Do ta fitojë dhe kënaqësinë, respektin, autoritetin tek njerëzit. Që do thot, nuk blihet
Nuk pushtohen zemrat e njerëzve duke thyer parimet e Zotit. Nuk pushtohen dhe nuk arrihet dashuria dhe respekti, vlerësimi i njerëzve duke zemëruar Allahun lartësuar. Nuk mund të ndodhi diçka e tillë. Por si realizohet, si arrihet diçka e tillë, duke punuar fort në dy korsi. E para është kënaqër Zotin e gjithësisë. Të shofësh, unë jam krijes, ka krijuar Allahu lartësuar, çfarë kërkon Allahu prej meje? 1, 2, 3, 4, 5 dhe jeta tënde është në funksion të realizimit të këtyre pikave. Projekt që duhet ta zbatosh. E dyta, shumë e rëndësishme, kuptoj që ky Zot, Allahu, të ka kërkuar që nuk arrihet kënaqësia e këtij Zoti vetëse duke qenë i mirë dhe me njerëzit. Sepse Islami duhet të përcjellë fryte tek personi dhe në bashkësi. Prandaj po t'i marrim dhe t'i analizojmë të gjitha porositë që kanë ardhur prej Allahut dhe prej të dërguar të Zotit lartësuar, në këtë funksion janë të panumërta. O fol mirë, ose hesht. Pse? Sepse në të kundërt ti do të lëndosh dikë. Nëse e vendosim në jetën tonë si parim këtë porosi profetike, atëherë nuk do të lëndojmë njerëz. Nuk do të cënojmë ndjenja njerëzish. Dhe automatikisht pastaj do të përfitosh zemrat e tyre. Po mirë, po nëse të lëndojnë, duro dhe ktheje të keqen me të mirë, idfa billati hiya ahsan. Ktheje të keqen me të mirë. Do të shohësh se si do të pushtosh zemrat e njerëzve, thot Allahu i lartësuar. Ktheje të keqen me të mirë, jo në shenjë dobësie, jo në shenjë poshtërimi, jo, por në shenjë vlerësimi. Të do thotë, unë kam mundësinë, por jam në një nivel tjetër, përpiqem të jem në një nivel tjetër. Do të shohësh se si do të pushtosh zemrat e njerëzve. Dhe do të shohësh se si ai i cili ishte armik i përbetuar i yti përpara një farkohe, do të bëhet më i dashuri i njerëzve për ty. Do të doj fort. Dhe sa shpesh ka ndodhur në historinë profetike. Dhe ju e dini rastin e atij personi i cili kishte vrarë disa prej shokëve të dërguar të Zotit lartësuar. Kishte zënë prit, pusi, dhe kishte derdhur gjakun e shumë prej muslimanëve. Një ditë e kapën muslimanët. E kapën dhe normalisht e izoluan. Mirë po ishte sejid, ishte zotëria i fisit të tij. Njeri me emër. Kur pa profeti alayhis salam, që muslimanët e kishin lidhur në një shtyllë për shtyllave të xhamisë, thot direkt, ky është një zotëria i fisit, ato jeni mirë. Atë dhe profeti alayhis salam e përshëndeste çdo ditë. Dhe ushqente me ushqimin që gatuante në shtëpinë e tij. Dhe në mënyrë të përditshme e pyeste dhe i thoshte si je dhe si ndihesh, dhe për të kuptuar gjendjen fizike dhe shpirtërore të tij, por edhe priste prej tij që ky njeri të pranonte Islamin, duke qenë se ditë të tëra ishte në xhami dhe shikonte aktivitetin e muslimanëve. Pastaj profeti alayhis salam e la të lirë. Kur e pa që ky njeri në një farë mënyrë e kishte marrë mësimin dhe ishte ndikuar, mirë po në pranitë të dërguar të Zotit lartësuar nuk e pranoi Islamin, e la të lirë. Thotë lirojini, leni të lirë. Edhe pse kishte bërë krime. Shkon ky njeri në periferi të Medinës, gjen një pellg me ujë, bën një dush, lahet i tëri, pastaj vjen me një fytyrë tjetër tek i dërguari i Zotit lartësuar. Dhe i thotë atë, e dini atë fragmentin e famshëm, atë fjalën e madhështore, thotë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fytyra tënde ka qenë fytyra më e urryer për mua. Tani është më e dashura fytyrë. Toka ku ti shkelje ishte toka më e urryer për mua. Tani është toka më e dashur. Feja që ti përfaqëson dhe ti transmeton ishte më e urryera për mua. Sot është feja më e dashur. Unë dëshmoj ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden rasulullah. Unë tani dëshmoj se s'ka zot tjetër përveç Allahut, është i vetmi që meriton adhurimet tona dhe dëshmoj dhe deklaroj se ti je i dërguari i Zotit. E shtrëngoi fort dorën e profetit alayhis salam dhe përqafoi fort dhe u bë prej besimtarëve. Prej besimtarëve më të mirë. Prandaj nuk është dobësi ta kthesh të keqen me të mirë. Është një prej sekreteve se si pushtohen zemrat e njerëzve, duke filluar nga më të afërmit, nga familjarët, farefisi dhe më gjërë. Gjithashtu të nderuar prej sekreteve është vlerësimi të vlerësojmë njerëzit. Njeriu është qenia më fisnike që ka krijuar Zoti i gjithësisë, pavarësisht mangësive që ka, pavarësisht
mendje lehtësive që burojnë në momente të caktuara nga kjo qenie fisnike që ka krijuar Allahu, vlerësim në mënyrën si komunikojmë, në mënyrën se si përballemi, kërkohet një buzëqeshje në momentin e takimit, kërkohet një shtrëngim dore, vlerësim për qenien njerëzore. Nëse nuk vlerëson, nuk ke për të vlerësuar prej njerëzve. Pastaj kontribut, ai i cili nuk ka kontribut në shoqëri, ti as nuk mëson, as nuk këshillon, as nuk kontribon, as nuk ndihmon gjithë potencialin që të ka dhënë Zoti i lartësuar, të tjerët nuk kanë përfituar diçka prej teje. Atëherë si, me se e ke bler ti, me se pretendon ta blesh dashurinë e tyre, zemrën e tyre, gatishmërinë e tyre, çfarë ke dhënë, çfarë ke investuar që kërkon të kthehet. Prandaj kontributi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Dhe jo më kot profeti i Zotit Muhamedi alayhi salam ka thënë, më i miri i njerëzve është ai i cili ka më së shumti kontribut, anfa'uhum linnas. Është ai i cili është më i dobishmi tek njerëzit, tek të tjerët. Unë nuk dua të zgjatem shumë. I gjithë, por thjesht po e përmbledh dhe konkluzoni është, nëse duam të jemi të dashur tek Allahu, nëse duam të jemi të dashur me emër të na përmendet emri në lartësinë e qiejve, në mesin e melajkeve, të vuloset autoriteti, dashuria tek melajket, dhe nëse duam të jemi të pranueshëm, të dashur, plot autoritet dhe respekt dhe vlerësim, të rëndësishëm në mesin e njerëzve, duhet të gjejmë rrugën se si të arrijmë te kjo. Dhe në mënyrë të përmbledhur është të qenurit korrekt me Zotin e gjithësisë, besimtari mirë. Këtu nuk negociojmë, këtu nuk tolerojmë, dhe këtu nuk bëjmë lajka. Absolutisht nuk shesin fen tonë. Kushdo qoftë ai përballë. Dhe e dyta, mirësjellja me njerëzit dhe kontributi në shoqëri, kështu pushtohen dhe durimi, të durosh edhe mangësitë apo gabimet që burojnë prej njerëzve, dhe kështu pushtohen zemrat e robëve të Allahut të lartësuar. Nëse e kemi, Allahu do t'i orientojë zemrat e njerëzve karshinesh. Në momentin që nuk i kemi këto të dyja, pasha Zotin e gjithësisë, edhe nëse shpenzon miliarda, ti nuk i blen dot zemrat e njerëzve. Nuk i blen dot zemrat, edhe nëse shpenzon miliarda. Edhe nëse vën funksion gjithë potencialet që të ka dhënë Zoti i lartësuar. Prandaj, or të nderuar, do të vijë një moment që do mbyllen librat tanë, librat e punëve të mira, do palosen. Tani vazhdon, shkruhet në librat e punëve tona. Shkruajnë me lajket, shkruajnë me lekët. Do vijë një moment paloset. Pastaj çfarë mbetet? Mbetet vetëm gjurmët. S'ka më punë. Mbetet vetëm gjurma. Dhe prej gjurmëve, të cilat janë të shumta, këtu duhet punojnë fort. Duhet punojnë fort që të vazhdojë të shënohet në librin e punëve të mira gjithçka prej gjurmëve të mira që ne do të lëmë me ndihmën e Zotit të lartësuar. Fjalët, kontributet, investimet në gjithçka tjetër që lutim Zotin e gjithësisë të na bëj risk. Lutim Allahun e lartësuar që Allah të na mbulojë me mirësitë e Tij, të na falë mangësitë që ne kemi, dhe kërkojmë Allahut të lartësuar të na bëjë njerëz të dashur mes njerëzve, me plot autoritet të rëndësishëm, të dobishëm, njerëz të cilët, siç thot profeti Alisam, janë të lehtë, janë të butë, të lehtë kur flasin, të lehtë kur komunikojnë, të lehtë nëse ke edhe qoftë debate dhe diskutime me ta, të lehtë, njerëz të cilët të tjerët ndihen mirë në praninë tonë. Lutim Allahun e lartësuar që të jemi prej tyre dhe kërkojmë Allahut të lartësuar që të punojmë dhe të investojmë në jetën e kësaj bote, punë për të cilat do të vazhdojnë të shkruhet, do të vazhdojmë të përmendemi dhe të regjistrohen këto punë edhe pas vdekjes tonë, dhe kërkojmë Allahut të lartësuar të na furnizoj, të na ndihmoj, të na lehtësoj në këtë botë dhe të na nderoj, lartësoj, shpëtoj dhe shpëblej në botën tjetër. Aqul ma tasma'un, astaghfirullaha al-azim li wa lakum.